13 prill. Folu lotëve të tu. Ata që mbjellin me lot do të korrin me këngë gëzimi. Vërtet ecën duke qarë ai që mban farën që do të mbillet, por ai do të kthehet me këngë gëzimi duke sjell duajt e tij. Psalmi 126, 5-6. Nuk ka asgjë të trishtueshme në mbjelljen e farës. Mbjellja nuk kërkon më shumë punë se korja. Ditët mund të jenë të bukura, mund të ketë shpresë të madhe për të korrat. Megjithatë, Psalmi flet për mbjelljen me lot. Thot se vërtet ecën duke qarë ai që mbjell farën që do të mbillet. Po pse qan ai? Mendoj se arsyeja nuk është që mbjellja është e trishtueshme ose që mbjellja është e vështirë. Mendoj se arsyeja nuk ka të bëjë fare me mbjelljen. Mbjellja është thjesht puna që duhet bërë, edhe atëherë kur ka gjëra në jetë që na bëjnë të qajmë. Të mbjellat nuk do të presin derisa ne t'i japim fund vajtimit ton apo të zgjidhim të gjitha problemet tona. Nëse duam që të ushqehemi vitin e ardhshëm, duhet të dalim në fushë dhe të mbjellim farën, jemi apo nuk jemi duke qarë. Nëse e bën këtë, premtimi i psalmit është se do të korrësh me këngë gëzimi. Ti do të kthehesh me këngë gëzimi, duke sjell duajt e tu, jo sepse lotët e mbjelljes prodhojnë gëzimin e korjes, por sepse vetë mbjellja prodhon korjen. Kujto këtë edhe atëherë kur lotët e tu të tundojnë të heqësh dorë nga mbjellja. Ja cili është mësimi. Kur ka punë të thjeshta dhe të qarta për të bërë, kur je plot trishtim dhe lotët të rrjedhin lirshëm faqeve, vazhdo të bëj ato punë edhe me lot. Tregohu realist, thuaj u lotëve të tu. Lot, ju ndjej, ju më bëni të dëshiroj të heq dorë nga jeta. Sidoqoftë, ka një fushë e cila duhet mbjell, ka enë për t'u larë, ka një makinë që duhet rregulluar, ka një predikim që duhet shkruar. Pastaj, në bazë të fjalës së Perëndisë thuaj: Lot, e di që nuk do të vazhdoni për gjithmonë. Vetë fakti që unë thjesht bëj punën time, pavarësisht lotëve dhe vështirësive, në fund ka për të sjellë një të korë bekimi. Prandaj, vazhdoni, rridhni nëse duhet të rridhni. Gjithsesi, unë besoj, edhe pse ende nuk e shoh se e ndjej plotësisht, unë besoj se puna e thjeshtë e mbjelljes do të sjellë duajt e të korrave. Kështu lotët e mi do të kthehen në gëzim.